Doktori në fakt po më tregon disa detaje se si të menaxhosh një boksier në kushte realisht të vështira. Pra, doktori përmendi disa shenja, shikimi dysh, dëmtimet e rrugës Unë po flas, Nersoni e shikon se sa me se sa po të bridhen. Këtë desha me thënë është unë nuk kam kënaqësi me doktorin, nuk kam kënaqësi në ring, më mund të them të vërtetën, nuk kena takuar si në ring. Tash po e nisë që flet edhe po e kuptoj se sa afër boksit që jo, sa afër boksit që është gjona që ne na mungojnë. Ne nuk kena një doktor specialist të fushës boksit. Edhe me të ndonë, po ta them, ai djali është shënëshë mirë, kena shok mik. Mos kishte kënë doktori, mund kishte kënë edhe fatale ajo goditje për atë, ajo rrezimose, mund t'i ndodhë dikuj tjetër, edhe mund t'jetë fatale, kështu që si gjithë bota, duhet kthehet kujdesi i sportit, duhet jenë me njerëz të dur, me doktorët e dur, në vendin e dur, me të thënë vërtetën, se nuk mund të kemi një infermier thjesht, me gjithë respektin, shumë faleminderit që vinë me kanë afër boksit, ama aty duhet me kanë një doktor i specializuar për pjesën e boksit. Patjetër, në fakt pasi një figure që merret kryesisht përveç se, domethënë, mjek në figurën e mjekut, po një mjek i specializuar kryesisht në pjesën e kokës. Për këtë thash, është i vetmi që e ndalon neshjen. Ose thotë që të vazhdojë neshja, ose arbitri ka autoritetin e plot neshjes, vetëm doktori thret. Nersoni po flet. Unë jam me zemër me të. Dhe anas tjetër, kur po flisja unë, Nersoni e ndjente. O do bëhesh bashk një shpirt ose në boks nuk fiton. Në qoftë se Nersoni e di që nga prapa ka një staf që e mbështet, stafi teknik është trajneri, dhe ka një doktor që e di që e ka të fortë nga prapa, nuk ka shanse, nuk ka dhe ai nuk të rriqet. Shumë vërtet, po të tregoj një histori personale në vitin 2023, luftoi për një titull kampion i WBC-s për vendet balltike, edhe në qendrën dytë mu qa syri. Qa syri është shumë e vështirë të vazhdosh luftën edhe unë isha pa doktorën kanë. E të them vërtetën, ju drejtosh arbitrit, e i thosha të lutem mos më nalneshen, jam okej. Seriozisht. Edhe vazhdova deri në rundin e 4, duket ku fitova me knockout, por kisha pas një doktor afër, do isha shumë më i sigurt, shumë më i qetë, sepse nuk do kisha, ose do më thotë doktori kena problem, mos shko më me luftu, se do rrim, do me thënë, bëjmë, por që një doktor që e njeh pjesën e boksit, që e njeh pjesën e fytyrës, është i domosdoshëm me kanë afër ringut, sidomos në ndeshje kur ne kena për titull, se ndeshjet për titull janë më të rëndësishme. Patjetër që duhet me kanë specialistë afër nesh. Shumë interesant. Në fakt, doktor, përveç pjesës së çarjeve, që do më shpjegosh. Ne themi VLC, vulnus laceratum contusium. Që do më shpjegosh një pak më vonë ku krijohen pra në pjesë të trupit. Jam shumë kurioz të di, shpeshherë gjatë një ndeshje boksi përdoren ca kremra kështu si shkëlqys. Ato janë vazelin. Atëherë, ajo është vazelin sepse duhet të dish që ka disa goditje dhe ato shërbejnë, le të themi që kur Nersoni mbrohet dhe vi një goditje anësore, atëherë edhe e zë në fytyrë, vazelina do t'i japi një çikër shkitje. Metalike që vendos kështu që. Po ajo ta tregoj doktori përpara. Ajo ritërkon në hapull, unë e mbaj në hapull atë. Dhe në momentin që kemi goditje në fytyrë, atëherë ndërhyjun me atë që tul edemën sa më shumë, sepse kur kemi hemoragji pastaj përdor koagulant, kemi nuk kanë në qarkullim, neve përdorim ato që duken si pa bukë, kanë koagulant që të bëjmë ndalimin.